Po, Nesturi? Shiko, t'jemi të qartë. Realisht se Balluku shkon përtej një hetimi që ka bërë spaku lidhur me figurë me veprimtarinë e një politikanit lartë, një shtetarit lartë, që është kryeministre dhe ministre e energjetikës. Dhe në këtë kuadër, kjo e gjithë qertulli që ka rrjedhur, pra që nga fundi i nëntorit e mëtutje, duket që ka sjell patjetër dhe pasojë të tjera, e cila ndikon jo thjesht në themi në retorikën që bëhet në përstudie apo në parlament, por që duket që ka një ndikim i cili realisht është shumë i prekshëm, shumë i thekshëm, përsa i përket të curisë Shqipërisë në marrëdhëniet dhe në raportet me ndërkombëtarët. E kemi pjesë të dy dhe shumë mirë që e prekni sepse ky është një element të cilin ne nuk do ta harrojmë, sepse shpeshherë ne shikojmë vetëm faktin që të kapemi ke çështjet e ligjeve dhe çështja e interpretimit tyre pastaj është një pjesë nga e cila mund të nxjerrë dhe mund të flasë kushdo. Aq sa edhe juristët janë ndarë tani. Një pjesë te, një pjesë ande dhe nuk është se kemi një kohezion. Nuk është se doli dot me një vendimarrje. Nuk kemi një kohezion të plot dhe të shtëruar të gjithçkaja. E parë në këtë kuadër, pra në kuadrën e jo thjesht të një elementi që ka të bëjë me një proces penal, me një kërkesë për imunitet, me një pezullim të ardhur nga gjykata e posaçme, pra dhe vetë dinamikat të cilat janë shtyrë në kohë duke gjetur forma ndryshme, të cilat vinë që nga fakti që duhet pritur vendimi gjykatës kushtetuese për çështjen e pezullimit sa e tjerë. Tani e kemi. Dhe quasi e kemi, kështu që çfarë mundon tani Partia Socialiste të mos e ketë mbledhjen e pikërisht pra, ky është elementi bazë në cilin ne mund të themi që realisht nuk mund të shtyhet dot më një çështje e cila ka nisur. Aq më tepër në qoftë se gjitha kjo, kur dihet që faktori ndërkombëtar, si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, su dhe nga BE, kanë vënë si vit kuqe që çështja e drejtësisë dhe mosndërhyrja në punën e saj për të luftuar fenomenet e rrezikshme të korrupsionit, abuzimit të pushtetit, krimin e organizuar, ndërkombëtar e tjerë, të cilat nuk mund të ndërhyjet sepse ky është edhe një investim i tyre. Një investim në cilin i ka dhënë shpresë dhe shqiptarëve që duke luftuar fort gjitha këto fenomene mund të rregullohet demokracia e brendshme e tyre dhe që t'i japi një oksigjen përsa i përket mënyrës se si qeverisën. Ne kemi probleme në qeverisje dhe kjo është një fakt në cilën ne nuk mund të fshehim dot kokën në rrë si struci. Atëherë, çfarë duhet bërë? Duhet thjesht të mbrojmë një person, mua nuk më duket se kaq, sepse në vetvete, paktën edhe me çfarë lexojmë ne, paktën që vetë ndërkombëtarët e kanë ashpërsuar shumë gjuhën e tyre e lidhur me këtë çështje, aq më tepër edhe me çështjen e imunitetit, edhe me ndërhyrjet në sistemin e drejtësisë janë një bie kuqe, atëherë për çfarë po bëhet e gjitha kjo? Përse po bëhet e gjitha kjo? Sepse në fundit, kjo na dëmton të gjithëve. S'ka pse Shqipëria të paguaj harace, nuk ka pse Shqipëria të ketë probleme me Bashkimin Evropian për sa përket fondeve, aq më tepër kur flitet edhe për çështje vizash, të cilat na kthejnë mbrapa në kohë dhe që zerojnë gjithë veprimtarinë e një maxhoranse në 13 vite. Nuk vendosen kollaj vizë. Dhe kjo